Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Arrestohet Alex Visha pas fushatës në GoFundMe. Dalin detajet. Personazhi i njohur i rrjeteve sociale dhe TikTokut Alex Visha është arrestuar në Dubai, një ngjarje që ka shkaktuar menjëherë reagime të shumta dhe debat në rrjetet sociale. Vet Alexi ka bërë publik lajmin përmes një Insta Story ku ka ndarë pamje nga momenti i ndalimit të tij brenda një automjeti policie, duke bërë situatën edhe më virale në platformat online. Sipas deklarimeve të tij në mbishkrimin e videos së publikuar në Instagram, ndalimi dhe më pas vendimi për deportim nga Dubai kanë ardhur pas përfundimit të një fushate të organizuar në platformën GoFundMe. Përmes kësaj fushate, sipas tij, janë mbledhur rreth $450,000 për ndihmë ndaj një vajze që po vuan nga leucemia. I habitur dhe i revoltuar nga situata, Alex Visha është shprehur në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pas një GoFundMe ku mblodhën $450,000 direkt në burg. Por pse? Dhe deportim nga Dubai pas një telefonate që thonë se unë jam kriminal? Pamjet e publikuara prej tij janë shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur reagime dhe diskutime të shumta nga ndjekësit dhe publiku. Megjithatë, deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet policore apo diplomatike në Dubai lidhur me rastin apo statusin ligjor të tij. Mbetet ende e paqartë nëse ndalimi lidhet me menaxhimin e fondeve të fushatës humanitare apo me çështje të tjera verifikimi nga autoritetet lokale.